Bizneset e mëdha të cilat nga 1 qershori janë nxjerrë në tregun e hapur të energjisë elektrike me vendim të rregullatorit protestuan sërish me kërkesë shtyrjen e këtij procesi për 1 vit. Gjatë kësaj periudhe tranzitore, të cilën po e kërkojnë, bizneset thanë se ZRE-ja dhe qeveria duhet të ulen për të përkatitur tregun dhe për të gjetur mënyra se si t'u lehtësojnë bizneseve procesin e daljes në tregun e hapur. Ju lutem, mos i ulni prodhimin ton, mos e favorizoni importin, mos e shndroni shtetin e Kosovës në një vend ku do të na mbulojë importi, ku nuk do të kemi punësime, ku nuk do të kemi prodhime të Kosovës. Kemi luftuar me shumë mund, kemi investuar shumë që të kemi këtë prodhim dhe duhet ta ruajmë. Shteti i Kosovës ka nevojë për sektorin privat. Si shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit. Ne kemi nevojë për prodhues vendor. Ata listuan një varg pasojash nëse vendimi nuk pezullohet nga rritja e kostos së operimit si pasojë e rritjes së faturës së rrymës, rritja e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve, ulja e konkurrueshmërisë dhe rrezikimi i vendeve të punës. Ne detyroni të rrisin çmimit, respektojeni ligjin. Energjia është për zhvillim, jo për shkatrim të biznesit prodhues. Shumë reagoni sa nuk është vonë. Ta mbrapa neve nuk janë oligark. Ta mbrapa neve janë herojt e Republikës Kosovës. Ta mbrapa neve janë ata që ndërtuan institucione, rrugë, ura dhe sjellën gjithçka në vendin tonë. Nga sheshi Skënderbeu para ndërtesës së qeverisë, ata marshuan deri te zyra e rregullatorit për energji, ku përcollën mesazhet e tyre. Bizneset kërkuan që ZRE-ja të marrë vendimin për shtyrjen brenda 10 ditësh, teksa paralajmëruan vazhdimin e protestave nëse vazhdon shpërfillja. Nga 1 qershori, rreth 1300 biznese me më shumë se 50 punëtor ose më shumë se 10 milion euro qarkullim vjetor janë nxjerrë në tregun e hapur të energjisë. Derisa institucionet mbesin të palekundura në vendimin për hapjen e tregut, sipas përfaqësuesve, bizneset kanë marrë oferta për kontratë furnizimi vetëm nga Kesko deri në 260% më të larta se sa tarifat e rregulluara.